Jene në 103.5 Radio Urban FM.com. Albert Heta është me neve. Zakonisht Albertin e thirrim për projekte shumëta që i realizon stacioni qendra e vetme për art bashkëkor në Kosovë, që tash gati 14 vite që nga themelimi është bërë një emër i njohur në promovimin e artit bashkëkor, por kësaj radhe ka do lajme të këqija. Albert, faleminderit që jete komonar. Për çka është fjala? Për shkak që është në temë, në lajme edhe rrjetet sociale, keni probleme me Ministrinë e Kulturës, Rinjës, Sporteve. Pse? Po tashari nuk është që veç stacion ka problem me Ministrinë, si me thonë, me këtë pushtet të instaluar në Ministrinë e Kulturës, Rinjës dhe Sporteve. Stacion është pjesë e një tregimi më të madh, do thotë çka është ndodhur në art dhe kulturë në Kosovë, edhe se si administrohet arti dhe kultura, jo veç nëpërmes buxhetit publik që jepet për art dhe kulturë, por edhe se si në rastin e fundit, për shembull, tentohet me monopolizu krejtësisht shfrytëzimi i hapësirës publike për art dhe kulturë. Tash nëse interpreton edhe e lexon pak në këtë kontekst, kjo mund të krahasohet vetëm me kohën e masave të dhunshme që janë imponu Kosovës, po, në atë kohë kur, si me thonë, institucionet janë përjashtu prej hapësirave publike, edhe është dashur punëtorët e artit dhe të kulturës me u zhvendos në hapësira private. Problemi është i madh edhe për neve si institucion, po kjo është një pjesë e vogël e problemit. Problema e madhe janë politikat e brendshme të MKRS-së që janë instaluar që prej kur ky ministër është vendos në atë ministri. Po mirë, vishë fillimisht me stacionin, çfarë është problemi? Domethënë sa kom lexuar në orë një urdhë që juve nuk ju ka pranuar programi për 2016 edhe një farë urdhre me lëshu atë objekt, apo jo? Tash kështu jo, programi do thotë stacion, programi vjetor e dërgon çdo vit në fillim të vitit, jo vetëm në Ministrinë e Kulturës, por në shumë institucione tjera. Këtë vit jo veç programi i stacion, po drastikisht është zvogëlu buxheti, është ndalë në esencë buxheti për arte pamore. Për shembull, festivali Prishtina Fest nuk u mbajt fare se. Po pri festi, skena për 9/11, domethënë, po veç për me tregu me numra, prej një buxheti 108.000 euro që janë shpenzuar vitin e kaluar për arte pamore. Tash nuk po flas për festivalet. Si vjet janë nda 26.000 euro. Do thotë është ndalje me më shumë se 85%. Në këtë ndalje stacion pamor po folim për domethënë ekspozita, galeria, piktura, artistë individual që kanë projekte të tyre, këto pak për publikun, po. Këto pak institucione që kanë program vjetor, për shembull stacioni, po shumë projekte të artistëve individual. Për shembull ka artistë që ka ekspozitë diku tjetër. Edhe domethënë janë godit krejtësisht këto që me thonë shprehjet e reja në art, do me thonë arti bashkor komplet jashtë. Granti më i madh që është dhënë 3.000 euro për një projekt që nuk ndodh në Prishtinë. Do me thonë Prishtina është godit pamshirshëm. Me stacion çka ka ndodhur, do thotë stacion për herë të parë për kur ka dërgu program vjetor në MKRS, nuk ka marrë përgjigje fare s'pari. Na kemi pa në media që është buxheti është ndal krejtësisht buxheti publik. Tash për një program tillë çfarë na e dërgojmë, edhe për një program që unë besoj që është privilegj edhe për atë ministri me marrë me lexu, ky veprim, domethënë në asnjë mënyrë tjetër nuk mundet me u pa pas një veprim politik, domethënë një vendim politik, thjerza politike, sepse jurit profesionale, ato çfarë janë me atë kapacitet që kanë në MKRS, e kanë përkra edhe këtë vit programin e stacionit dhe të shumë institucione tjera që ky ministër do thotë i ka ndalu. Tash çka ka ndodhur këtë fundjavë, do thotë fundjavën e kaluar të premte, diku ka ora 3:30, unë kam qenë vetë në stacion. Punëtorë tjerë kanë qenë dikush jashtë vendit, edhe po vjen dikush edhe pak si me thonë pak u drejt, kësë me di që me të thonë, edhe po ma jep një zarf, edhe një letër për me nënshkru. Po aty në atë veni për me nënshkru, si shkërku në emri jam që me nënshkru, dhash ku me nënshkru, po vëq dikun që ke marë, Hajë thash që për nënshkru, po tha unë se dita që ti ke me marë, po kush ka me marë këtë letër? Edhe qela në letër, shkru njoftim, stacioni, do thot prej asaj dite, 4 ka qenë, ka pas afat deri me 7 tonën, deri në ora 2,
me braktis atë objekt. Se ata e përmenin terminologjinë me liru, po unë edhe kom thonë edhe në paraqitje e tjera, hapësina e stacion është e lirë. Në sens ta dojnë me pushtu atë hapësinë, me zonë atë hapësinë, siç u kanë pushtu edhe institucionet tjera publike, me këto masa të dhunshme të vendosuna në gati krejt institucionet publike. Për neve është problemi i madh, sepse për neve mundësitë me operu jashtë hapësirave publike janë të vogla. Sepse për kraj për arte pamore edhe ashtu është e vogël, edhe kjo paraqet kërcënim edhe për programin i cili zhvillohet, po të njëjtën kohë tash me kontekstualizu pakës më tepër, ky është një tentim për me disciplinu pjesën e mbetun të skenës. Do thot komplet me marr zonin asaj skene, e cila e ka kundërshtu edhe këtë politik, edhe këtë mënyrë të veprimit. Do me thonë, Albert, ju faktikisht prej shtatit me vendim me urdhër të ministrit, konkretisht është emri i tij me atë faktikisht është jemi që 5 ditë jeni ilegal atë, Po jo, tash nëse i lexoni, pronari i objektit është Muzeu i Kosovës. Na në terminologji ligjore, tash nëse kur jemi konsultuar me avokat, çka është ky sen, domethënë çysh këta mujnë me bë këtë punë, jemi poseduesi pronës. Poseduesi pronës nuk është pronari. Pronari është Muzeu i Kosovës. Po çështja është më komplekse sepse na jemi ftuar aty dhe kemi hyrë në mënyrë ligjore. Domethënë nuk është që sa stacione aty? Prej vitit 2006. Domethënë jo që unë jam kundër që arti dhe kultura të zaptoj hapësina publike. Përkundrazi, domethënë unë kisha dashur arti dhe kultura me zaptu Ministrinë e Kulturës. Domethënë nesër ajo byrokracia vendosur në atë ministri të dalë jashtë prej atij vendi. Sepse mi administru 22 milion euro, jo për interes zhvillimit të artit dhe të kulturës, për interesa politike partijake, nuk është një vendim që ky popull e ka marrë për atë punë. Albert, ti më nënë që ministri tani shumë shala, më du s'ka bësha patanin, këtë vendim e ka marrë politikisht pëse me nënë që ti i ofërt me partin, me PDK-n, ajo është në pushtet, apo i ofërt me vetë vendosin, apo çka janë planet që ndodhin masanej? Jo, ata, dhe me thonë, thjerëzat e ty në politika nuk jem shumë qarta, dhe me thonë, me rëndësi është që ti nuk i përkraq ato politika, a jeti me dikën tjetra, nuk je, a jeti vetëm, nuk është me rëndësi, dhe me thonë, me rëndësi që ti nuk e përkra centralizimin e artit dhe të kulturës, me rëndësi që ti nuk e përkra kontrollin e plot edhe cenzurën në art dhe kulturë, edhe ti automatikisht duhesh me u penalizu. Me thonë, kjo është me rëndësi, se në këtë nivel ka mri politika e zbatume në art dhe kulturë. Shumë veç për ta citoj një fjali të vogël që është e vendosur në një dokument zyrtar, se përpara, për shembull, këto politika kanë mujt me u zbatu, po ti vështirë ke mujt me gjetë të shkrume. Në një dokument zyrtar të MKRS-s, politike MKRS-s, është ngushtimi i rrethit të vlerave, cilat kanë marrë hav, kështu e përshkruajnë, mas kohës së deinstitucionalizimit të institucionet të artit dhe të kulturës në Kosovë. Kur janë deinstitucionalizuar? Ka thënë ashtu, pak me fjalë më të thjeshta, çfarë do të thonë kjo? Më të thjeshta, do të thonë, na kena minjek, krejta ata, apo kupton që për neve nuk janë vlera. Se këta janë një parti s'po di, do të thonë. Kush është ai caktuesi i çfarë vlerë, çfarë s'është vlerë? Po politikat konservative, se këta i thojnë vetës, na jena parti konservative, po kjo konservatore. Po kjo nuk është as politike LDK-s. Domethënë nuk është, se ti LDK-ja çdo herë ka tentu mi majt intelektualt, artist afër vetës. Domethënë kjo është e kundërt edhe me hajçuje edhe me dogmën e LDK-s, apo çush dush. Domethënë kjo është një grup i njerëzve të vendosur në një institucion dhe që zbatojnë praktikat në institucione tjetër, sepse organet e rendit janë ngushtojnë rrethin dikujna. Kupton? Ministria e Kulturës duhet me punu për me kriju hapësirë, jo për me ngushtu hapësirë. Do të thonë, ata po tentojnë me mbyll hapësirë, me ngushtu rreth, që e bën Ministria e Rendit. Do të thonë, Ministria e Rendit tenton me ngushtu rrethin kriminalëve, hajnave, edhe diskursin që e përdorin vazhdimisht për institucionet e pavarura të artit të kulturës dhe për njerëz që punojnë në art dhe kulturë është diskursi i organeve ndjekëse. Thuti na jemi kriminal, këtu edhe po prishim, si më thonë, rendin. Cili është rendi? Rendi është kontrolli i plot në art dhe kulturë. Domethënë kontrolli i plot kur askush nuk guxon, do thotë jetë kundër. Edhe kjo është më rëndësi. Domethënë vendosja e një sistemi totalitar në art dhe kulturë, hapësira ndoshta e vetme e mbetur në lirisë
se kështu cilësot, për shembull Alfredo Jarr në prezantimin e tij edhe në intervista në media, kështu e cilëson artin e kulturën. Hapësira e vet me mbetur lirë është, si më thon, praktike në sistemin diktatorial. Domethënë që tenton mi vendos masat e dhunshme edhe mi penalizu gjithë ata të padisciplinumit. Në anën tjetër, tash shumica e institucioneve janë në pozitë të vështirë, do thotë askuj sot nuk i pëlqen kjo politikë, domethënë. Po edhe ata, domethënë se këtu ideja është mi marr mojo, domethënë ta merr mundësinë me menu një të ardhme paksi politike. Po kjo vlet një trend në këtë themi kështu ekipin e ri të Ministrisë Kulturës dhe Sportit që nga fillimi, sepse shumicën e buxhetit e kanë ndonë vetëm për ato që quhet institucione shtetërore zyrtare publike, kurse këto private ka shku duke i zvogluar, domethënë i përmendëm edhe disa festivale që nuk u mbajtën hiç ose morën domethënë donacione tepër simbolike që i bojkotuan, i përshtaten këtyre politikave. Domethënë unë i përkraj institucionet publike. Tash është me rëndësi me thonë që institucionet publike nën këtë ministër nuk janë më institucione. Ato janë bo zyra të MKRS-s, sepse ministri i aktuali kulturës, domethënë është tu i zhvendos punëtorët e MKRS-s, tu i bo drejtorat të institucioneve. Tash na kemi pas rastin edhe tash kur dulën sipërfaqe konkursi për drejtor të ri të Galerisë së Arteve, domethënë janë shkel ligjet. Tentimi është me kriju një drejtor kukull brenda atij institucioni, e na kemi interes me pas institucione të fuqishme. Po mirë, Albert, çka është qëllimi edhe çka fiton ministri i ri i kulturës me pas institucione dobta? Ku është fitimi, më thon? Pse është interesina me pas galeri top? Pse mos me pas stacion? Pse është interesi tina mos me pas festival të filmit siç është një 2-3 vjet? Politikante vegjël nuk mujnë me mbjetu kritikës, domethënë nuk e durojnë kritikën, domethënë politikante vegjël që nuk shohin, nuk kanë vizion, do thonë tentojnë me pas njerëz të bindur rreth vetes. Domethënë kjo është, ata mujnë me qenë vegjël me trup, me të mëdhenj me trup, po domethënë politikante vegjël të vendosun në poste tilla me një përgjegjësi të madhe, nuk dinë me menaxhu dhe me administru, sepse skena artit pamor, skena e arteve në përgjithësi. Këto vitet e fund është zhvillu, domethënë. Nuk është kjo një kohë e kaluar kur ti ke mujt, si më thon, me bleqe cin, me pak buxhet publik. Se na nuk po flasim për shembull për gjitha këto institucione prapë kanë pas çdo herë buxhetin e vogël. Domethënë, programi vjetor jon asnjëherë nuk ka kalu 10.000 euro. Llogarit, programi vjetor për ton vitin. Domethënë të gjitha festivalet kur s'kan kaluar shumë të mëdha financiare edhe kanë tentuar me bë shumë për publikun në esencë, sepse edhe ky është dallimi që duhet me u përmend. Se këta tash kanë lansu, si më thonë, kanë krijuar një shërbim të vogël informativ aty brenda dhe lansojnë lajme që janë të pavërteta, po e kanë vulën e institucioneve të shtetit. Kupton? Për shembull, veç ta shpjegoj këtë punë. Ti kur thu është zaptuar një pronë në publik, më njëherë krijohet përshtypja e zaptimit pronave që kanë dhënë luftës, domethënë në rastin e artit të kulturës, funksionalizimi, që dhe zaptimi i pronave publike është praktik që praktikohet gjithkund në botën e përparume. Qëllimi i përvetësimit apo shfrytëzimit të pronave publike është me i shërby publikut me program. Nuk janë qëllime private si në rastin e zaptimit të pronave që i bojnë edhe këta politikan, edhe sponsorët e tyre, kupton, domethënë kjo është problem. Arti dhe kultura, edhe është qëndrim edhe i politikanëve të përparuar, duhet të kenë sa më shumë hapësirë publike. Hapësirat publike në vende të përparuara ipen për programe të institucioneve të pavarura të artit dhe të kulturës. Në këtë vend do thotë tentohet me monopolizu edhe shfrytëzimi i hapësirës publike. Mirë, Albert, tash çka pritet të ndodh? Domethënë afati që të ka dhënë me lshu veç pas ka kaluar. A ka gjosa që ky vendim të rikthehet, domethënë se për shkak që ka përkraje shumë të madhe kështu dhe u çu pa e pluhën, apo do të ketë fatin e njëjtë si për shembull, nëse kujtohet galeria që ka qenë shumë cool në Pallatin e Rinisë, ish Boronamis, e cila funksionoi disa vite mas luftës, por pastaj u çel supermarket. A mund me edhe njëjti fat prestacion
stacionin, apo çka planifikon me bota është ndalën? Jo, na nuk e kemi ndërmend me undal. Na mendojmë që është e drejtë edhe stacionit, edhe institucionet tjera me punu në hapësira publike. Aktualisht në Kosovë veç 3 institucione punojnë në hapësira publike. Stacion, Dokufest edhe Anibar. Edhe na angazhohemi edhe nëpërmes të Ripakut. Ripaku, rrjeti institucionet famën të artit dhe të kulturës, angazhohet për rritjen e hapësirave publike që i jipen në dispozicion e institucionet famën të kulturës. Na mendojmë që kjo politike e instaluar në MKRS është e kundërt me aspiratat e vendit për me u antarësu në Bashkimin Evropian, edhe për me lënë mrapa kohën kur është kontrollu, si me thonë, veprimtaria edhe në art dhe kulturë dhe fjala e lirë. Do me thonë, për neve fundi është, si me thonë, ndrimi radikal i kësaj situate, kërcënimet e pushtetit kundër institucionet famën të artit dhe të kulturës për neve janë treguesi kësaj gjendje. Tash problemi është edhe më i madh nëse i analizon ti ndryshimet në ligje, ndryshimet në bordet e institucioneve, tentimi me kontrollu buxhetin jo veç publik, po dhe atë privat, i cili me një propozim për ligjin e ri për sponsorizime duhet me kalu në për MKRS. Do të thonë, ideja që gjithçka kontrollohet, do të thonë, ky ministër apo nesër edhe një tjetër, të vendos për këtë bord, atë bord, do të thonë, shumë pozitë e fuqishme dhe e papranueshme për me ndodhë në një shoqëni demokratike, do të thonë, profesionistë duhen me përfshi. Albert, po barëm që të fushën e artit kulturës drejt tash stota, si shtatë nuk kanë edhe bashkë e mirë, po barëm ka posi falloj demokracie dhe dikon edhe ka posë ndikim të jashtit, kanë intervenu, kanë posë disa organizata që i kanë ndihmu me fonde, që besa dhe me deklarata, po tash ki këto si shtatë edhe nëse kjo edhe zyrtarizohet me anë të ligjeve, atëherë ajo cementohet edhe s'kem çka bëjmë, a s'po reagim dikush? Tash Ripak për shembull, tash jo vetëm Ripak, por dhe mekanizma të tjerë të shoqënisë civile, këto vitet e kaluara kanë investuar edhe në hulumtimin e këtyre politikave. Domethënë stacioni ka punuar në 3 hulumtime këtë kohë, një hulumtim i politikave të nivelit qendror në art dhe kulturë, të nivelit lokal edhe një analizë që është bërë për Prishtinën. Edhe na e kemi vrejt ku është problemi, domethënë se ka mjaft hapësirë ligjore për me vepru në këtë mënyrë, po tash në rastin e emërimit të drejtorëve të institucioneve. Asnjëherë përpara nuk ka ndodhur një praktikë e tillë që të shkelet ligji për institucionet e artit dhe të kulturës, për institucionet e kulturës dhe të emërohet drejtori pa konkurs publik. Asnjëherë, po dhe kjo tregon, domethënë, se hajt që po thojmë edhe po bëjmë një konkurs publik. Po kërkush nuk konkuron me pas punë me këtë ministër, më kuptoni. Kërkush që don me bëu diçka me atë institucion, domethënë këto institucione janë në një gjendje të jashtëzakonshme. A ke mujti a mu taku me ministrin me fol, pse me burr po doni më na hepi këtu, çfarë ka ndodhur, çka keni plan me ministrin Shala apo si janë konsideruar? Jo, nuk ka pas një, domethënë na kemi kërkuar takim urgjent me njerë masi e kemi marrë vesh që është ndal buxheti publik për programin ton. Nuk ka pas një përgjigje prej sekretarisë së tij, domethënë, na ju kemi drejtu fillimisht sekretarit permanent, sekretarit përgjithshëm të MKRS-s, sepse kemi dashur me respektu vijën e komunikimit. Sekretari i përgjithshëm e ka dërgu përësin në sekretarinë e tij, aty asnjëherë nuk ka një përgjigje. Se është një problem i madh, domethënë se edhe në përshkresat që janë dërgu për stacion, në këtë kohë të komunikimit. Domethënë MKRS e njeh rëndësinë e stacion për skenartë famore. Dhe për çdo goditja nuk është në, si më thonë, në 3 punëtorë që punojnë aty, po goditja është në skenartë famore. Domethënë llogaritë kështu. Erzen Shkoljolli nuk është më drejtori i Galerisë së Arteve. Nuk ka gjastë që dikush tjetër të konkurroj kredibil për me, si më thonë, me udhëheq atë institucion. Tentohet me u mbyll stacion. Domethënë kjo skenë e arteve famore po tentohet me u kthy para vitit 1989, në kohën e pushtimit. Edhe na me fillu, domethënë me shef në përdo bira dikon, edhe me tentu me qit kryt në herë. Po pse çka ka ky ministri ka çon kundër artit pamor? Po jo veç kundër artit pamor, po tash kuptoni, tash na kemi në një situatë me analizu, si më thonë, ja bo analizën këtij njeri. Po më kuptoni, na nuk kemi kohë na më marr me njerëz tillë. Njerëz tillë, do thotë, ai mund me kry një punë shumë të mirë ndoshta. Kupton, ai është veç i vendosur në një ministri të gabueshme. Kupton, ai mundet shumë mirë, besoj, është ndoshta aktivist i mirë i partisë, mbledh vota shumë mirë.
Me siguri njerëzit dojnë për diçka, më kupton? Po i vendosën në këtë hapësinë, nuk është u ditë me funksionu. Domethënë, synimet i ka të gabueshme, qëllimet janë të gabueshme, mënyrën dhe mjetet që i përdori ka të gabueshme. Me thonë ti, unë kam ja dërgu policinë në institucioni, me nal një ekspozitë, më kupton? Kjo është si policia serbisë që njeh lojtarët e Kosovës në përfusha gjatë pushtimit, më kupton? Policinë pjaçojnë në institucionet të kulturës, institucionet e rendit. Apo kupton, a din s'po di çka është tu menu ky njeri ku është tu jetu, anë cilën ku është tu jetu. Edhe në anën tjetër kërcënimi është i madh se edhe në një takim urgjent që kemi pas mëra me Ripak, to e analizuar dhe lëvizjet, domethënë tentimi që, si më thon, të shpërdorohet buxheti publik, jo për zhvillim të artit të kulturës, po për me ble qetësi vazhdimisht. Edhe ti atëherë nuk ki mundësi për me zhvillu politika, se na kemi nevojë me u fuqizu skena, me u kryu hapësinë për skenën, edhe për artistë, sepse edhe këto pak institucione që kanë ekzistuar nuk janë të mjaftueshme. Se pyetja është pse stacion ka mbeti vetmi që 10 vjet kur është kriju. Për fund, do me thonë Albert, ju çfarë strategjia? Do të vazhdoni nëse vinë forcat e rendit, do të barikadoni, do të lidhen atë, çka pritet të ndodh? Jo, na kemi vazhdu punën, do të thënë me 14. Kjo është hipotezi e rrodhës, më thonë. Kur gjë, na jemi tu e vazhdu punën. Do të thonë, na nuk i pranojmë masat e dhënshme. Do të thonë, na nuk pranojmë që dikush tjetër të vendosë për programin tonë. Sepse kësi instanca ka pa, do me thonë që muzeu të vendosë për programin edhe kështu. Do me thonë, na me 14 kemi ekspozit, i ftojmë gjithë të vinë në ekspozit, Pilvi Takala është një artiste finlandeze. Është ekspozita e hapur, do thëtë. Edhe programi vazhdan, në nëntor kemi ekspozit të Adrian Pacit, njëjtë në kuadër të programit vjetor, hapja është me 14 nëntor. Kuptojnë, do me thonë, për neve, këto janë pengesa. Po këto nuk mujnë me ndalë punën, sepse lufta e një pushteti kundër artit dhe të kulturës i takon një kohë të kalume. Për neve kjo është e papranueshme. Një koalicion i institucioneve dhe ma herët ka kërku shkarkimin e ministrit Shala. Na të analizu situatën edhe Ripak nuk shohim që do të ketë një zgjidhje tjetër. Të thotë, na kemi kërku prej kryeministrit Mustafa të reagoj me urgjencë, sepse po dëmtohet edhe kredibiliteti i vendit. Tash, që veç po ta tregoj, kur të herë në faqen e MKRS-s sot, lajmi i parë është stacion Qendra Paratë Bashkore mban të uzurpuar pronën e muzeut. Vendi është të tentu me u antarësu në UNESCO. Më kuptoni? Në një libër të prodhuar prej qeverisë për antarësim në UNESCO, gjendet edhe puna e stacion. Më kuptoni? Domethënë këto janë politika që nuk di, ku janë të drejtume, të shpërqendrume krejtësisht. Do të thonë, qeveria i përdor punën e juve si argument për mu antarësu në UNESCO, a në anën tjetër dëshiron t'ju largën? Programin e stacion e kanë përkra të gjitha ministritë e tjera, të cilat ne kemi dërgu program vjetor. Ministria e Kulturës është e vetmja ministri, ky ministër, i vetmi ministër, i izoluar prej krejt të qeverisë, i izoluar prej botës, prej, si me thonë, ambasadave që ekzistojnë këtu. Ky njeri është i vetmi, kjo administratë e vogël e vendosur në MKRS, izoluar prej krejt realitetit. Kuptoni? Se tash mënyra e komunikimit, e vrenit, do me thonë, policia, ndjekja, kjo është, nuk di çka është ndodh atje, po përgjegjësia e qeverisë, e kryeministrit është që të rregulloj këtë çështje, do me thonë që t'i gjej vend, edhe këtij zotriut, po që ta liroj mundësinë që kultura të zhvillohet, do të thonë që të mos pengohet puna e institucioneve. Okej, Albert, faleminderit shumë se i kalum këtë terminet, shpresojmë se na kanë dëgjuar dikush nga ministria dhe si thonë anglisht come to senses edhe qeveria edhe ministri. Nëse dikush i ka ikë intervista gjatë ditës do ta ripostojnë në Facebook faqen tonë Radio Urban FM. Faleminderit shumë Albert edhe sukses stacionit në kalimin e kësaj sfide, s'po di çfarë më thonë tjetër. Faleminderit shumë. Ishim Albert Hetën nga stacioni Qendra për Art Bashkëkor që keni vërtetë me siguri në lajme javën e fundit, 2 javët e fundit ka probleme bagi serioze siç na shëroi vetë Alberti me MKRS, Ministrinë e Kulturës, Rinjës dhe Sporteve që në këtë rast në fakt po e bën të kundërtën se sa ato që duhet ta bëjë për promovimin e artit. Do të mundohemi që javën tjetër ta marrim ministrin apo dikën nga qeveria, nga ministria ta ndërgjojmë edhe anën e tyre të arsyetimit